Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sha'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allah në zëvgjellë lavdrojmë atë, falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu azza nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Me lejen e Allahut azza wa jall, sot do të marrim një ajet kuranor për të thënë disa fjalë në lidhje me të, për të komentuar dhe për afruar kuptimet e këtij ajeti, i cili ka domethënie shumë të madhe në jetën e besimtarit, nga se është një prej argumenteve që Allahu azza wa jall ka sjellur në vazhdim e shumë argumenteve që tregojnë njësimin e tij, tauhidin e tij, se ai është Allahu krijuesi i cili ka çdo gjë në dorë dhe thjesht i tillë meriton të adhurohet. E kam fjalën për ajetin kuranor, ku thot Allahu azza wa jall: "Amma yujibu al-muttarra idha da'ah wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa'a al-ard a ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun." Ai përgjigjet dikush nevojlis, hallaxhis, kur bën dua përveç Allahut, edhe ja largon brengën dhe të keqen edhe që ka goditur, dhe ju ka bërë khulafat që pasonin njëri tjetrin në tokë. A ilahum me Allah, apo merrni të adhuruar e zot tjetër përveç Allahut, qalilan ma tadhakkarun, sa pak po kujtoni, sa pak po meditoni, sa pak po mendoni. Fillimisht është mirë me tregu se ky ajet fol për 2-3 çështje që janë në dorë të Allahut azza wa jall. Çështja se njeriu kur ka hall, kur ka zor, kur bjen në situatë të ngushtë që i them ne i çon durt për i krejt dynjas, ajo dera që është e qelne për të, gjithmonë, edhe në rastet, domethënë kur është në çështje të lirë, po edhe në çështje kur është domethënë në sprov, dera Allahut azza wa jall gjithmonë është dorë e hapur për insanin. Sidomos tash si rastesh kur do të kuptojmë se pse është domethënë gjithmonë Allahu aty për të përgjigjur, që t'ja largon të keqen. Mirë po edhe kush është ai i cili e ka krijuar një njeriu prej Ademit, babës së njerëzimit, që të vinë gjenerat pas gjenerate, që Allahu azza ka qenë i plotfuqishëm me i kriju krejt njerëzimin për një herë. Mirë po dhe vdekja kishte me qenë mësë andaj për një herë. Edhe paramendone sa miliona, miliarda, nështë triliona njerëz prej fillimit deri në fund me kanë jetu për një herë, se çfarë kaosish me qenë këtë botë. Kjo e para, po me kanë nërnu edhe në pak ma tepër ma gjatë se që është jeta jonë. Si çfarë jeshije, çfarë bukurie kish pas. Mirë po Allahu azza ka bërë që thjesht të vjen një gjenerat, e të shkon, e të vjen gjenerata tjetër, pasardhës të tyre, e kështu të ndrohen njerëzimi që faktikisht të mbarvohet jeta dhe të arrijet qëllimi i krijimit njeriu, të jesh sprova dhe të adhurojnë Allahun azza wa jall. A thjesht këto begati nuk i bën askush dhe nuk i realizon këto qëllime askush përveç Allahut azza wa jall. Kthehemi te çështja e vështirësisë. Njeriu ndonjëherë humb pasuri
ndonjëherë është i smur, ndonjëherë ka ngarkesë psiqike që realisht lyp hall, lyp zgjidhje. E në shumë të në raste zgjidhja e njerëzve kërkojnë vetëm të kur ka nevojë financiare me shku te ai cili ka pasuri. Kur është çështja e shëndetit me shku te mjeku. Kur është çështja e onës psiqike me shku te psikologu e kështu me radhë, varësisht prej natyrës së provës, me gjetë domethënë atë që mendon se zgjedhja në dorë tina, edhe pse këto janë gjitha sebepe. Mirë po, sikur po harrohet sebepi kryesor, ai është Allahu Azza wa Jall. E sidomos në raste kur njeriu me të vërtetë është në hall, edhe ka zor, pavarësisht se njeriu ka mundësi me qenë sebeb, mirë po një ditë apo një kohë dhe një moment edhe këta të që ti mendojnë sebepe, ata zhduken. Shikon nëse ti ishe me qenë në një anije, edhe dalë të detit, po e godasin anijen në gjitha ondë, edhe për e që nuk ka shpëtim nga askush, kune do të kishe drejtu? Apo runa zot jenë aeroplan, edhe faktikisht është paraqit një defekt i cili tregon nga piloti se nuk ka shpëtim. Edhe kemi pani këtë videon e fundit të atyne që urxun ai i cili kishte incizuar veten duke rasha adete mas andaj kishte shpëtuar. Nga se kjo është natyra njerëzve që të drejtohen ai i cili ka çështjet në dorë. Apo runa zot me ka njeri i cili është i smur prej një smundje të pashërueshme, tash që po thuhet kancere, llojet e tumoreve të ndryshme. Faktikisht njeriu cila adresë mbetet më drejtu. Ku ne duhet më lut. Besoj që gjithë jemi pajtimit se adresa vetëm e njeriu në kësaj raste është vetëm Allahu Azza wa Jall. Mirë po, realisht edhe këtu ka ndonjëherë çalojmë, nga se ne si mësuar të një lutim Allahun Azza wa Jall, kur jem në rahati, e shpesh në të radhëthën edhe në ikë gjuha edhe së mund me i bo dua edhe kur jem zër. Allahu Azza wa Jall po të regon këtë ajet koranor se kush është ai i cili përgjigjet hallexhis kur i bën dua. Pra thjesht hallexhi, ama dhe bën dua. E kena qënë me pyet se pse Zoti na çon halle, pse Zoti na sprovon, pse ndonjëherë kemi probleme, pse kemi domethënë sfidat e tilla që ndonjëherë na qesin në kësi pozita. E ndoshta përgjigjen më të thjeshtë që mundem me dhënë është vëllezër të nderuar, qofse një njeri e ka një njeri të dashur, qoftë antar familjes apo shok, edhe bëhet një kohë gjatë së dëgjuar me të. Çka thot? Thot kam çeveç me tani zonën, me ditë ai e gjalla që shije. As për mendon njeriu ndonjëherë se Zoti po ka nevojë me ne dëgju zonën ndonjëherë mja përmend me thonë ja Rab, o Zot, ndihmona, o Zot, shërona, o Zot, lehtësona. Nga se natyra njeriu është kella innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, se të fillon njeriu pak mu pavarësu, me po që ka shëndet, ka pasuri, s'është fort miftiaq për kërkon, s'po ka nevojë, fillon me njëherë me ngrit kokën. Edhe i shesh shumë njerëz domethënë vetëm kanë dhënë Zoti me udhëzua dhe me mëshirua, se e shet domethënë shpesh këta domethënë Allahu ju ka dhënë shëndet, ju ka dhënë pasuri, janë në moshë të ri, thon rrallë herë ju bjen mend domethënë që domethënë ki kujdes se kemë vdek, kemë kujdes se duhet me lut Allahun Azza wa Jall, kujdes se nuk duhet më bëj mëkate e kështu me radhë. Faktikisht këtë çështje duhet me kuptu se Allahu Azza wa Jall ndonjëherë kur na sprovon don me na dëgju zonën që thjesht i lutem me atina. Mirë po thash forma që nuk refuzohet duaja është pikërisht kur është çështja njeriu është miftiaqli, është në hall, ka seklet, ka probleme, realisht këto nëse mundet me bashku, domethënë hallin me duan, Allahu Azza wa Jall ka garantuar se ai do t'i përgjigjet asaj lutje. Mirë po fatkeqësia është që edhe në këtë raste, njerëzit kur kanë halle, shkojnë lypin në zgjidhje të dikush me iknu Kur'an. Që realisht ai mund të më bëj dua, po hallexhi si ti.
Allahu Azza po kërkon që në këtë rast më bëhet duaja me hallin, domethënë bashkë se kur bëhet duaja me hallin bashkë, realisht shprehet për ulja edhe sinqeriteti më i madh që ka mundsi njeriu me pas ndonjëherë. Wa idha rakibu fil fulki da'u Allaha mukhlisina lahu ad-din fa idha najahum ila al-barri idha hum yushrikun. Tregon Allahu Azza për mushrikët e Mekës se thotë kur e kanë hyp në anije e që thjesht i ka kaplu, domethënë dalët e detit dhe kanë po që nuk kanë zgjidhje dhe shpëtim, domethënë e kanë lutë Allahun Azza shumë sinqerisht. Allah Azza i ka shpëtuar, mirë po si ndalën bregdet, apet ju kanë kthyer avazit vjetër, domethënë kanë bërë shirk. Mirë po në momentin se realisht kanë bërë dua, kur e kanë pasë se s'ka kush tjetër ju ndihmon. Vetëm se Allahu Azza atëherë janë konë më të sinqertit, më të përullurit, edhe zemrat e tyre kanë qenë shumë të lidhura me Allahun Azza wa Jall, domethënë në këtë rast, në këtë gjendje, e që kështu duhet me qenë për besimtarin, nga se thash në kësi raste edhe me qenë pa besimtar. Edhe në qofse është domethënë ateist, edhe në qofse është mushrik, edhe Allahu për këta që të ishin anije, thotë si kanë dalë në bregdet, ju kanë kthyer avazet vjetër dhe shirkut. E ka ditë që kanë me bënë në të ardhmen. Mirë po në qëtë gjendje, Allahu Azza thjesht e dëgjon atë zërin e robit që ka qef me e dëgjue, që thjesht me ditë se nuk ka Zot tjetër që i drejtohet e që i zgjedh halle përveç Allahut Azza. Si në rastin e atina që vetë zullumçar. Pse ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë nuk ka mes, domethënë duas atij që i bëhet zullum dhe Allahu Azza perdën, nuk ka pengesa. Nga se realisht njeriu që i bëhet zullum zakonisht është në hall, është në dërt, edhe kur lutet sinqerisht, edhe i lutje gjen qiellin domethënë hapur, edhe nuk refuzohet, nga se realisht njeriu ju ka përkushtuar atij i cili duhet përkushtuar njeriu, jo vetëm kur është zor, mirë po edhe domethënë kur është në rehati. Mirë po, në qofë se i kthehemi këtyre ajeteve dhe këtij ajeti konkretisht, kjo jetë ka ardhur në vargun e disa ajeteve që Allahu Azza wa Jall në ajetet paraprake edhe pas tij fol për disa fakte, argumente që tregojnë madhrinë e Allahut, njësimin e tina, krijimtarinë e tina, që përmes tyre me treguar se realisht ai është ai vetmi i cili meriton me u adhuru. Ajetet paraprake ka folë që Allah Azza ka krijuar qiellin dhe tokën, e ka zbrit domethënë shiun, ka bërë kopshte domethënë që domethënë e fascionojnë bukuritë e tyre njerëzit, masane ka cekur se ka bërë tokën të shesht, e ka në mes tyre kanë nxjerr lumej, domethënë masandej ka cekur se ka bërë kodra, e ka bërë domethënë dy detrat që mos të bashkohen, kthehet të tregojnë madhështinë e Allahut Azza wa Jall, dy detra, dy ujna në gjithë njëri me tjetrin, njëri ka mundësi me qenë më i dendur, tjetri më pak, njëri me qenë më thonë me krip më tepër, tjetri më pak, njëri me qenë më i ngratë, tjetri më i ftoftë kështu me radhë, edhe thjesht puthiten mirë po s'hin njëri tjetrin me tregu madhështinë Allahu Azza wa Jall. E në vazhdën e këtyre argumenteve vjen që kjo ajet amma yujibul mutarra idha da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'a Allah, me tregu se realisht domethënë kur është njeriu në zor, më largu të keqen, nuk ka kush që e bën këtë punë përveç Allahut Azza wa Jall. Edhe këtë e din njeriu, s'pako domethënë ata njerëzit të cilët nuk e kanë detyrshminë e ndruar të prishur, ata e din, bile këtë ka treguar Allahu Azza wa Jall se edhe mushrikët e Mekës, domethënë faktikisht nuk e kanë pas këtë problem. Tregon domethënë ka një hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka takuar Imran bin Husajnin, babën e Imranit, edhe ka pyetur se sa zote ja adhuron. Ka thonë 7. Ka thonë 6 në tokë e 1 në qiell. Ka thonë e në cilin shpreson edhe ja ki frikën kur thjesht që vjen puna domethënë pick edhe s'ki ka jamon, cilët thjesht ja drejton lutjet tua edhe kja ki frikën, thot ati që është në qiell. Atër thot lej këta që jenë në tokë, e drejtojo atina që jenë në qiell, se realisht njerëzit, sado që ka mundësie me u paraqit se unë jem ateist, se nuk besojnë Zot e kështu me radhë,
atë që thash fillim, qofse është në aeroplan edhe thotë se nuk ka shpëtim, thjesht e vetmja që i mbetet është më drejtue Allahu Azza wa Jall, nga se gjithë ne e dim veten tonë se thjesht çdo gjë është në dorën e Allahut Azza wa Jall, nuk ka mundësi me jo përgjigjet dikush, domethënë në këtë hall dhe këtë dert, vetëm se Allahu Azza wa Jall. Thash këtë varg, këtë ajet Allahu Azza wa Jall ka cek në vargun e shumë ajeteve paraprake dhe pasaj që me e detyruar njeriu se nëse thjesht ti o njeri i pranon se Allahu Azza wa Jall krijuar qiellin dhe tokën, edhe ka zbritur shiun, e ka bë lumentin, ka bë këto mrekulli det aty bashkuar, dhe thjesht nuk i bashku, nuk ta i përgjigjet askush, domethënë lutjes atij që ka në hall, vetëm se Allahu Azza wa Jall, këto argumente me të çu të një vërtet. Se nëse e pranon se çto janë vetëm dorë të Allahut Azza wa Jall, atëherë mos u drejto me lut dikon tjetër përveç Allahut Azza wa Jall, mos i adhuro dikon tjetër përveç Allahut Azza wa Jall, mos i bësh shirk Allahut Azza wa Jall, nga se ai është mëkati më i madh që ka mundësi m'ia bë, domethënë njerëzimi Allahut Azza wa Jall. Edhe pse thash kjo është realiteti që në kësaj halli edhe mushrikët dhe njerëzit ateista, domethënë e pranojnë që thjesht duhet me drejtu Allahut Azza wa Jall, mirë po realiteti ndonjëherë na tregon se edhe kjo natyrshmëri ndrohet ndonjë asnjë mase, sa që kem njerëz, domethënë Allahu thashë ka cekur për mushrikët e Mekës, wa idha rakibu fil fulki da'u Allaha mukhlisina lahu ad-din. Kur janë hyrë në anije dhe ka lutur, domethënë frika se s'ka shpëtim, kanë lutur Allahun sinqerisht. Mushrikët e Mekës, por ta ka folë Allahu Azza wa Jall, edhe ata që kanë jetuar në atë kohë. Ndërsa fatkeqësia është që në kohën tonë, domethënë kem të tillë, të cilët faktikisht mendojnë se apo thjesht zemrat e tyre, gjuhët e tyre, edhe në kësi rast është vështira, nuk e thrasin dhe nuk e lutin Allahun Azza wa Jall, mirë po e lutin atë shehun, atë veliun, atë që kanë marrë të adhuruar përveç Allahut Azza wa Jall. Pra mushrikët e Mekës, kur ju kanë zor, adresa vetëm ju ka mbet Allahu Azza wa Jall, ndërsa e gjen fatkeqësisht, domethënë në kohën bashkohore, njerëz domosë thjesht janë dhënë mas adhurimit dikujt tjetër përveç Allahut, i lidhet zemra me atë që e ka adhuruar edhe më herët. Edhe fatkeqësia tjetër me tregu se shëmtia ndonjëherë e këtyne në kohën bashkëkohore është më e madhe se në atë kohën e domosë pejgamberit, se më se e shek ata që kanë bërë shirk Allahut Azza wa Jall, zakonisht e kanë pas një portë mi bërë shirk Allahut Azza wa Jall, edhe kanë pas atë portën e shefatit si mi marrë si ndërmjetësues, domosë te Allahu Azza wa Jall, se kanë ditë se ai që në qiell ka punë dorë. Ama fatkeqësia tjetër është se në kohën bashkëkohore shpesh dinë dhe gjojmë njerëz domosë realisht i atribojnë Allahut Azza wa Jall ato që nuk i atribojnë shehave të tyre, apo velive të tyre, apo atyre që t'i adhurojnë përveç Zotit, përveç Zotit të Allah Azza wa Jall, gjëra që realisht i atribojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Qoftë faljen e mëkateve, qoftë fatin në martesë, qoftë shërimin e smundjeve, e kështu me radhë, domethënë që fatkeqësisht këto nuk i bën askush, nuk i ka në dorë askush përveç Allahut Azza wa Jall. E Allahu Azza wa Jall tash po na thot, a ka kush që i përgjigjet hallexhiut, e që ja largon të keqen, e që ju bën, domethënë pasues njëri tjetrit, domethënë në tokë, a ka të adhuruar tjetër përveç Allahut? Qalilan ma tadhakkarun, sa pak po fuqironi, sa pak po kujtoni, sa pak po mendoni, se realisht njeriu vetëm pak më unal me veten e tina, edhe me i analizu gjërat, edhe me i logjiku gjërat, apo s'pako me lanë ndërgjegjen e tij të pastërt, mos me ndryshue, kish me orë në këtë përfundim dhe nuk ish pas nevojë që me ndrua edhe me u drejtu dikujt tjetër përveç Allahut Azza wa Jall. Mirë po, kthehem edhe herë me thonat që e filluam, se realisht njeriu duhet me ju lidh zemra me Allahun Azza wa Jall, me njoft Allahun Azza wa Jall edhe kur është në rahati, jo vetëm në zor, se pejgamberi sa në ka mësuar ta'arraf ila Allahi fi ar-raha ya'rifka fi shidda, njeh Allahun Azza wa Jall kur je rahat, Allahu Azza wa Jall të njeh kur je në zor. Pra thjesht adhuro Allahun Azza wa Jall vazhdimisht, lutja tina vazhdimisht, se edhe kur ke hall, domethënë Allahu Azza wa Jall nuk ka më të zhgëny, ashtu si nuk i ka zhgënyer shumë njerëz, qoftë ata pejgamberët, vetëm me marr rastin domethënë e Yunusit në barkun e peshkut e balenës, me marr rastin e Jubit, të smundjes së humbjes pasurisë të familjes,
Me marrë rastin atij djalit që e kemi komentuar, domethënë kur e ka çuar mbreti disa ushtar ose me fundos në ujë, në dete ose me e hudh prej një kodre, a duaja tina ka thonë Allah azhën, Allah me këfinihim bimashet, Allah hiq me qafe ti me qka din, domethënë këta njerëz, apo rastin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë në zër, qoftë në rastin kur ka dalë prej Mekës si muhaxher, takimin me Suraka bin Malik, domethënë qysh Allah azhël, domethënë e ka shpëtuar prej tina edhe i ka sharruar këmbë e koalit e tina 3 herë, apo rastin e Bedrit kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shqetësimit të madh i ka ngrit durt aq lart, saqë edhe ajo rroba që ka pasur mbi supe, domethënë i ka ra. Edhe ka thonë o Zot, qofse thjesht vdesin edhe shkatruan këta musliman nesër, nuk me pas njerëz që të adhurojnë tyje, domethënë pas këtyre, Allahu azhjal nuk e ka zgënjur atë, as nuk e ka zgënjur thash njerëz e mirë, e shumë një raste kem edhe që ne dim praktikisht që ka pas njerëz të ndryshëm me sprova të ndryshme, e që në raste të sekletit edhe të hallit të madh, kur sinqerisht ju kanë drejtuar vetëm Allahut azza wa jall, Allahu azza nuk i ka zgënjur, mirë po domethënë ju ka përgjigjur, e këtë duhet me kuptuar atë që ka thënë Allah azza wa jall, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kur të pyesin tyje se ku jam unë jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit kur më lutet, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mirë po, let më përgjigjen mua, let më besojnë mua, qofse dojnë me kon të udhëzuar. E lusim Allahun azza wa jall që të na bën edhe neve prej atyre që faktikisht i përgjigjem Allahut azza wa jall dhe besojmë në atë kur jemi në rahati, edhe kur kem nevojë nuk lypim adresë dhe përveç Allahut azza wa jall. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.